Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në vazhdim të trajtimit të lëndës së hadithit dhe jemi në temën e parë të librit që kemi marrë në shqyrtim, librit Ma'alimus Sunna an-Nabawiyya, gjurmët e traditës profetike, me shpjegimet përkatëse nga autorët e shpjegimeve të mëdha dhe të gjata. Dhe jemi tek hadithi i parë i temës së akides brenda saj në kapitullin e shtyllave të islamit dhe të imanit. Dhe kjo e sotshme inshallah është videoja e fundit, e cila përfundon dhe plotëson komentimin e hadithit të parë. Thot autori në vazhdim të asaj çfarë kemi përmendur në videon e kaluar: wa ma'a hadha fal mukhalifuna fil iman yaqulun law zala min al-islam khaslatun wahida aw arba'u khisal siwa ash-shahadatayn lam yakhruj bidhalika min al-islam. Megjithatë, thot autori, kundërshtarët, nuk kupton kundërshtarët në mendim, në çështjen e imanit, pra të besimit, thonë: nëse largohet një cilësi për islamit ose 4 cilësi përveç 2 dëshmive, nëse mungojnë, njeriu nuk del për këtë nga islami. Pra nuk kupton ato shtyllat që kemi përmendur në hadithin që po trajtojmë. Më pas thot: wa qad ruwiya ببعضهم أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام لا عن الإسلام، وهذه اللفظة لم تصح عند أئمة الحديث ونقاده، منهم أبو زرعة الرازي ومسلم ابن الحجاج وأبو جعفر العقيلي وغيرهم. Thot është transmetuar nga disa se Xhibrili alayhis salam, paqja qoftë mbi të, pra angjulli më i dalluar, e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam për ligjet dhe dispozitat e islamit dhe jo për vetë islamin. Mirë, po kjo shprehje nuk është konsideruar e saktë nga dietarët kritik të hadithit, siç është për shembull Abu Zur'a ar-Razi, Muslim ibn al-Hajjaj dhe Abu Ja'far al-Uqayli dhe të tjerë. Wa qad daraba al-ulama مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب، فاسم الشجرة يشتمل على ذلك كله، ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنه اسم الشجرة، وإنما يقال هي شجرة ناقصة وغيرها أتم منها. Dietarët e kanë krahasuar besimin me një pemë që ka rrënjë, deg dhe pjesë të shumta. Emri pemë i përfshin të gjitha këto. Edhe se kur të humbas ndonjë deg ose ndonjë pjesë e saj, ajo nuk pushon së quajturi pemë, por thuhet se është një pemë e mangët, ndërsa një tjetër është më e plotë se ajo. Wa qad daraba Allahu mathala al-iman bidhalik fi qawlihi ta'ala: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Dhe Allahu e ka dhënë shembullin e besimit me këtë krahasim në fjalën e tij të lartësuar. Allahu sjell shembullin e një fjale të mirë si një pemë e mirë që nuk kupton shahadetin, rrënja e së cilës është e ngulur fort dhe degët e saj ngrihen në qiell. Dhe kjo përmendet te surja Ibrahim, ajeti 24. Pastaj thot autori: wal muradu bil kalima kalimatu tauhid wa asluha at-tauhid ath-thabit fil qulub wa akmaluha huwa al-a'mal as-saliha an-nashi'a min. Me termin fjalë, këtu është për qëllim fjala e tauhidit, pra e njohshmërisë së Allahut. Themeli i saj është besimi pa lëkundur në zemra, ndërsa plotësimi i saj janë veprat e mira që burojnë prej tij. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن والمسلم بالنخلة
ولو زال شيء من فروع النخلة أو ثمرها لم يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر. Profeti sallallahu alaihi wasallam e krahasoi besimtarin dhe muslimanin me palmën, pra një prej llojeve të pemëve, pra është krahasim akoma më specifik, edhe nëse humbet diçka nga degët ose frutat e palmës, ajo nuk pushon së quajturi palmë në tërësi, megjithse bëhet e mangët në deg apo në fruta. Pra ky lloj arsyetimi ka për qëllim të vërtetojë që personi konsiderohet musliman edhe nëse lën ndonjë prej shtyllave të Islamit, prej farzeve. Siç u përmend më sipër, domethënë mos pajtimi në lidhje me haxhin, agjërimin dhe zakatin dhe namazin, por namazi me një veçori pak më të dalluar. ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذا مع أن الجهاد أفضل الأعمال وفي رواية أن ابن عمر قيل له فالجهاد قال الجهاد حسن ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه الإمام أحمد. Në hadithin e Ibn Umerit nuk u përmend gjihadi, pra lufta në rrugt të Allahut, megjithse gjihadi është prej veprave më të mira. Në një transmetim tjetër Ibn Umeri u pyet, po gjihadi? Ai tha gjihadi është i mirë, por kështu na ka treguar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra ka për qëllim që nuk e ndryshon tekstin e hadithit duke e parafrazuar, por e përmend fiks ashtu siç e ka dëgjuar. Këtë e ka transmetuar Imam Ahmed ibn Hanbal, Allahu mëshiroft. وفي حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه إن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. Në hadithin e Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu thuhet, vërtet kreu i çështjes është Islami, shtylla e tij është namazi dhe maja më e lartë e tij është gjihadi. Dhe këndër të tjera është prej haditheve që do t'i vi komenti në vazhdim, sepse është në pjesë e librit që po trajtojmë. وذروة سنامه أعلى شيء فيه ولكنه ليس من دعائم وأركانه التي بني عليها وذلك لوجهين. Shprehja maja më e lartë, pra brenda hadithit, do të thotë pjesa më e lartë e diçkaje. Por gjihadi nuk është prej themeleve dhe shtyllave mbi të cilat ndërtohet Islami për dy arsye. Ahaduha أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء ليس بفرض عين بخلاف هذه الأركان. Së pari thot autori, gjihadi është detyrim i përbashkët sipas shumicës së dietarëve dhe jo detyrim individual për secilin, ndryshe nga këto shtylla. Pra, nëse detyrimi në gjihadit e kryen një pjesë e muslimanëve, atëherë bie detyrimi ndaj të tjerëve. Pra sipas këtij arsyetimi, pavarësisht se ka raste që bëhet dhe individual, për shembull në rastet e mbrojtjes dhe nevojës ekstreme. والثاني أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر بل إذا نزل عيسى عليه السلام ولم يبقى حينئذ ملة إلا ملة الإسلام فحينئذ تضع الحرب أوزارها ويستغنى عن الجهاد بخلاف هذه الأركان فإنها واجبة على المؤمنين إلى أن يأتي أمر الله وهو على ذلك وهم على ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. Së dyti, gjihadi nuk do të vazhdojë deri në fund të kohës, pra deri në kiamet. Kur të zbres Isa alayhis salam dhe të mos mbetet tjetër fe përveç Islamit, atëherë lufta do të pushojë dhe bëhet i panevojshëm gjihadi. Ndryshe nga këto shtylla, sepse ato janë detyrim mbi besimtarët derisa të vijë urdhri i Allahut, domethënë derisa të bëhet kiameti, duke qenë ata në këtë gjendje. Allahu i përsosur dhe i lartësuar e di më së miri. Ky është arsyetimi që paraqet autori dhe ka për qëllim atë që përmendet në hadithet dhe ajetet që flasin për shenjat e kiametit. Më konkretisht, muslimanët besojnë që ashtu siç edhe të krishterët gjithashtu dhe xifutët gjithashtu, që ka disa shenja që tregojnë për afërsinë e ditës së kiametit, pra afërsinë e fundit të kësaj bote. Në rastin konkret, muslimanët i ndajnë këto shenja në shenja të mëdha dhe shenja të vogla.
Shenjat e mëdha besohet që nuk ka dalë asnjëra prej tyre deri më sot, ndërsa shenjat e vogla besohet që ka dalë shumica e tyre deri më sot. Dhe prej shenjave të mëdha, njëra është rikthimi i Isës alayhis salam ose Jezu Krishtit sërish në këtë botë. Dhe ashtu siç besojnë edhe të krishterët, ai do të vendosë drejtësi në kohën kur do të rikthehet. Por dallimi midis muslimanëve dhe të krishterëve është që besojnë që Isa alayhis salam nuk është se do të rikthehet në një formë shpirtërore, mbas një kryqëzimi në të cilin ka ndruar jetë dhe pastaj është ringjallur. Por besojnë që kanë dashur ta kryqëzojnë dhe nuk e kanë kryqëzuar dot në kohën kur ai ka qenë në këtë botë. Allahu e ka larguar atë duke qenë me trup dhe me shpirt dhe ai jeton dhe është në vazhdim domethënë të jetës që ka nisur dhe të testimit që ka nisur në këtë botë. Më pas në fundin e kohës, mbasi del Dejjali, që në vetvete është një prej shenjave të tjera të mëdha të Kiametit, që është një person që do të bëhet udhëheqës i së keqes në kohën e vet dhe do të jetë sprova më e madhe për njerëzimin. Në atë moment do të zbresi Isa alayhis salam dhe do ta vrasë Dejjalin, atë që njihet shpeshherë edhe me termin Antikrishti nga një pjesë e njerëzve, dhe do të udhëheqë më pas muslimanët dhe më konkretisht shtetin islam që do të jetë me qendër në Quds, pra në Jeruzalem, në qytetin e bekuar, në rrethinat e xhamisë Aksa, e cila sot është e pushtuar dhe lutim Allahun që ta lirojë sa më shpejt. Dhe në momentin që rikthehet, Isa alayhis salam do të vrasë Dejjalin dhe do të kryejë një seri veprash. Ndër ato vepra që do të kryej është që do të zbatojë sheriatin ose legjislacionin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra ai është vetë profet dhe do të jetë në të njëjtën kohë edhe ndjekës i një profeti tjetër të mëvonshëm dhe më të madh në vlerë. Pavarësisht se vlera e të dyve është shumë e madhe dhe të dyja palët konsiderohen dhe të dyja figurat konsiderohen nga muslimanët si dy prej figurave më të respektueshme të gjithë historisë së njerëzimit, dhe që konsiderohet që ndjekja e tyre është detyrë. Dhe ndër ato gjëra që Isa alayhis salam do të kryejë është pikërisht edhe haxhi, siç përmendet në hadithe. Kjo tregon që shtyllat e islamit janë prezente në mënyrë individuale deri në fund të kohës, edhe mbas Isës alayhis salam. Ndërkohë që xhihadi nuk është prezent sepse në atë moment do të zhduken gjitha fetë e tjera përveç islamit. Dhe në atë moment do të mbizotrojë vërteta dhe s'ka më nevojë që të luftohet, sepse nuk ka më një armik që rrezikon ekzistencën e islamit apo të muslimanëve. Pra bëhet i panevojshëm xhihadi dhe bie detyrimi për të. Rrjedhimisht thot autori, meqense bie detyrimi, atëherë nuk mund të krahasohet xhihadi me shtyllat e islamit në këtë aspekt, për këtë arsye nuk quhet prej shtyllave dhe për këtë arsye nuk është përmendur tek hadithi i Ibn Umerit. Ndonse vlera e tij është një vlerë e jashtëzakonshme. Qoftë kur del fitimtar, qoftë kur nuk del fitimtar por mbijeton, qoftë edhe kur bie dëshmor, dhe këto gjëra trajtohen në kapitujt e fikut dhe në kapitujt e vlerave të veprave të mira që edhe ne inshallah do t'i trajtojmë në ligjëratat e tjera. Më pas thot autori, intaha kalamu Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala wa huwa tahqiqun nafis wa bahthun anis. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal-ma'ab wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Thot autori këtu përfundon fjala i Ibn Rajabit, Allahu e mëshiroft. Ky është një sqarim i çmuar dhe trajtim i bukur dhe i lehtë për të kuptuar. Allahu i lartësuar e di më së miri të vërtetën dhe saktësinë, tek ai është kthimi dhe përfundimi. Ai na mjafton neve dhe sa mbrojtës i mirë është ai. Wa bi sanadina al-muttasil ila al-muallif rahimahullahu ta'ala al-madhkur fi awwal al-kitab. Dhe me zinxhirin ton të transmetimit të lidhur te autori, Allahu mëshiroft, i përmendur në fillim të librit. Të fjali të fundit mendoj që e kanë shënuar nxënësit ose pasardhësit, domethënë të Sheikh Etiopit, i cili është komentuesi i këtij hadithi që ne po shqyrtojmë, brenda komentit të madh të Sahihut të Muslimit që ai ka bërë në kohën kur ishte gjallë, Allahu e mëshiroft. Dhe siç kemi përmendur edhe më herët, ai ka bërë këtë koment dhe ka regjistruar dhe videot, domethënë dhe audio të këtij komenti janë prezente në YouTube, ashtu siç janë prezente edhe komenti i Buhariut dhe komentet e 4 suneneve dhe shumë ligjërata të tjera të Hoxhës. Por nxënësit e tij e kanë kthyer këtë në libra të mirëfillt, i kanë shkruar dhe i kanë botuar
pavarësisht se akoma nuk janë plotësuar komplet dhe ka akoma punë për të bërë që të dalin në qarkullim të gjitha. Mirë po kjo që ne po shqyrtojmë, kjo ka dalë tashmë, është një libër me rreth 40 vëllime që kemi treguar më herët dhe me këtë fjali këta që kanë përgatitur botimin kanë për qëllim që e kanë njohur drejt për drejt dhe kanë pas kontakte drejt për drejt dhe kanë marrë mësim prej hoxhës që i ka shkruar këto vepra. Dhe kjo do më thënë i arrit peshën dhe besueshmërinë transmetimit të kësaj diturie. Ashtu siç ndodhte edhe në brezat e vjetër, do më thënë me hadithet edhe me gjërat e tjera që transmetoheshin. Ne lutim Allahun që të na japi sukses që këto gjëra që themi dhe që dëgjojmë t'i kuptojmë me një kuptim të thellë, t'i memorizojmë, t'i zbatojmë dhe t'i përhapim në maksimumin e mundësive tona. I kujtojmë shikuesit të na ndihmojnë nga një subscribe, like dhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.